janë pa banim, shtëpia ju ka djegë para 2 viteve, edhe në atë vendin ku e kanë pas shtëpinë e ndërtume, nuk mundet me ndërtu shtëpi tjetër, edhe domosdoshmërisht duhet me bleni shtëpi ose duhet me bleni banesë diku tjetër. Është një familje, një fëmijë është 13 vjeçar, edhe po besoj që inshallah deri në fund të Ramazanit kena me pas zgjidhje, se ju kemi pas zgjidhje, tash veç para një javëve se kemi filluar një shtëpi në Klinë. Po besoj që edhe kësaj familje kemi me pas zgjidhje, me u mundu me ja bani banesë në Pej. Edhe po shpresoj që me ndihmën e donatorëve edhe ata të cilët na dëgjojnë tash, edhe ata të cilët kanë me u lajmëru kohë pas kohe, kena me arritë që deri në fund të Ramazanit, po shpresoj ditën e Bajramit me i bë me banesë. Ka ndonjë numër të veçantë? Po e bëj qëllimisht këtë pyetje, me qenë se vetë se e bërë thirrjen për të ndihmuar kësaj familje. Nëse e di numrin përmendsh na thuaj tani, po e fatkeqësisht numrin e organizatës nuk e di, po numrin cilin e përdori unë mund ta më përmend. Po, numrin tënd atëherë. Se jo, se ndoshta është duke Absolutisht, nëse dikush ka vullnet edhe ka gatishmëri me ndihmu, familjen, domethënë është numri jam është 049 577 136. 577-136. Po, mundet me u paraqit, me ndihmu, mundet dikush me ndihmu me 10 euro, mundet dikush me 50 euro, mundet dikush me 100 euro, se gjitha aktivitetet të cilat i kemi bërë deri tash i kemi bërë me çdo parë. Nuk është që kemi pas shumë donatorë që kanë dhuru shumë më të mëdha, po janë qytetar për qytetar, jemi ne për njëri tjetrin. Shumë e vërtet. Tani përveç donatorëve vendor, të cilët mund të jenë të çfarëdo lloj natyre, mund të jenë biznese, mund të jenë individ, ka donatorë edhe nga mërgjimtarët, bashkëdhetarët tanë të cilët jetojnë jashtë? Absolutisht, kemi shumë donacione për mërgjimit, dhe e shfrytëzoj rastin prapë me i falenderu secilin mërgjimtar që është paraqit edhe ka ndihmu edhe te na edhe te secili qytetar i Kosovës, për shkak se mërgjimtarët janë zemra e popullit të Kosovës, edhe ekzistenca e popullit të Kosovës, edhe to e pa se në për secilin shtëpi ku kemi qenë ne, në për secilin shtëpi ku e kemi vizituar, në për secilin banesë ku kemi qenë, në për secilin familje ku kemi depërtu, përveç nesh, ma herët ka qenë një dore një mërgjimtare, ma herët ka qenë një dore një familjare i cili ka dërgu ndihmë atë, edhe unë besoj edhe shpresoj që ata kanë me vazhdu me ndihmu, se duke na ndihmu neve, edhe duke ndihmu familjeve të cilat ne i mbikëqyrem, i ndihmojmë vetes. Për shkak se është ekzistenciale për neve si popull me arrit me jetu në Kosovë, edhe me pas familje të shnosha, me pas fëmijë të shnosh, ata fëmijë cilët i përkrahin tash, sot. Një fëmijë cilën e përkrahin sot, ka me pas nevojë nashta me përkrah derisa t'i bën 18 vjet, 20 vjet, 22 vjet, 25 vjet. Mirë po na kemi fëmijë cilët janë super inteligjenta. Në garën e atomit që mbahet në Kosovë, njëri prej fëmijëve cilët është në kuadër të sistemit të Islamic Relief Kosovë, përfituesve. Në kuadër të përfituesve është shpallë i dytë në garën e Gjenivë në Kosovë. Edhe këta fëmijë kanë nevojë për një shtytje, kanë nevojë për një dorë që ka me ndihmu, me te kalu që të sfidë cilën janë te kalu momentalisht, edhe këta kanë me qenë e ardhmja e shoqërisë, këta kanë me qenë ata të cilët kanë me mbajt këtë vend. Edhe duke ju ndihmu këtyre, i ndihmojnë vendit, i ndihmojnë Kosovës, i ndihmojnë shoqërisë. Patjetër, dhe siç e tha edhe ti vetë pak më herët, është një ndjenjë super përmbushëse kur e sheh që me pak ndihmë